Si që vejtësi ka pak më parë, kënaqësi shumë e madhe që këtë diel po e filloj me një bisedë në studio me këngëtarin e madh, në të njëjtën kohë një mik shumë të mirë të televizionit ton, Sinan Vllazaliu, bashkë me neve sot në studio. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi me pas në studio. Faleminderit shumë për ftesën, që the edhe ti, një farë miqësie e lashtë. Pikërisht, një miqësi e lashtë. Të fillu për radio Dugaxhinit e TV Dugaxhinit e pa ndërprej. Po shpresojmë që do vazhdoj edhe shumë e shumë vite kështu. Absolutisht, s'ka arsye pse mos e vazhdu. Edhe kjo studio po besoj që e keni të njohshme, një prej që pa. Që thonë këtë birat i di ka kësajde. Tamam ndjeni si në shpej kur do të jeni. Absolutisht. Si ju kemi këto ditë? Keni pas mundësi pak me pushu, me marrë vetën prej udhëtimeve? Jo, faktikisht kur puna kalon në rutinë, atëherë nuk është problem, e di çka dëgjon. Domethënë, kur gjë është vështirë, kur s'ki çore pa e bo. Kështu që çdo lëvizje, çdo këto e di parafërsisht sa ka me pas atë kthimin metabolizmin bioritëm të Evropës edhe të Amerikës. Se problemi kryesor është gjumi, për shembull. Ajo është numër 1, po edhe trupi ka thonë hajtë se i na marrë vesh për këtë punë, s'ke çka më. Ka hek dorë prej asaj pjesë të mo. S'muna më anku se zgjedhja është e jone. Po, ishit së fundmi në Amerikë? Po. Po kom qenë pak në Dallas, në Chicago, në New York, lëvizje. Ishit për punë, po besoj si gjithmonë, apo pak edhe për ndonjë vizitë, për shefe? Jo, për punë, po unë edhe kom shpinë atje, po dona vajza, ka dos me u kthy me fëmijë, me kret, edhe kështu tash janë do obligime atje që besa dhe taksat. Përshëndetje atë kërë. A një temë e gjerë, ta shumë hap me njerë. Tema edhe duhet mi pagu taksat fund vitit, është muj shkurt, është, me thona fati para fundit për pagesën, e këto është që i shfridzojmë, i kërë shfridzu edhe levizjet, edhe për punë, edhe për biznis, edhe për mu barazu me shtetin Amerikan. Një jetë si mes dy kontinenteve, të themi gjatë tërkohës, jeni aktiv edhe ndej, edhe këndej. Ka diçka që ndoshta ju mungon kur jeni në Kosovë prej Amerikës dhe anasjelltas? Kur jem në Kosovë dhe mu knaqen në Amerikë, kur jem në Amerikë dhe mu knaqen në Kosovë. Ne jem të lidhur, Kosova është vendi çuditshëm. Me këtë probleme që i kemë, me këtë shkon në vendin më të mirë në botë, kur është një moment kur të bjenë men, për miq, për shok, për gjithë shka që ka e kemë për rreth. Edhe thu, s'kam qare po këthy, unë e jam qashtu për veti, nuk më nalë asë një sen. Do shta për shkak vujtjeve që na lidhë gjithë shka, dhe jetën e kemi pas, gjerat e unë konë pak me e fështirë, edhe kemi pas vujtje edhe ty të lidhë gjithë shka, se kemi kalu për i fazës vujtjeve, represionit, lufta, liria. Andër një 3 faza është një farë mënyre me fat me i kalu edhe pse ka shumë ka pas probleme si jetë. Na si kam i kemë pas shumë probleme, po ajo është një farë pasunia, masane, përmeq mu lirin, është një farë pasunia që kemi hjek. S'dia po dim me s'mu ajo po... Po, çfarë mendimi keni ne si gjenerata më të reja, ndoshta që dhe nuk kemi përjetu periudat vështira, apo dim me shmu këtë liri që e kemi sot, ndoshta jetën që na afron sot Kosova në krahasim, ndoshta me bëj një krahasim me fëmirin apo rinin tuaj të dikoshme dhe gjitha ato faza të vështira që i keni kalu që i përmendet, përgjithësi si kam. Po, unë mendoj keni ju ka shku në dam, interneti ju ka bo dam, për arsye se ja keni dhënë jetën internetit, edhe sot ti mund është me marrë me lezu një liber parathonin. I ki kretë librat e mundshme në internet, hinë Google atje, ta zonë qa ka bo që kjo shtjela Ismail Kadares, ta kalzon prallën që tu, por nuk është libri e qajtë, si ki lezu librin. Ose për çdo informat, mrena sekonda unë është me marrë. Mirë po. Për mu marru pitja, do të bajaki brumi, do të shumë sene, kështu që unë mendoj që është një gabim i madh, nuk është e Kosova. Kjo është problem botnor, global, me fjalë tjera, për arsye se çdo gjë ju shlon dorë internetit. Për shembull, i ki informatat sa që ta bëni farë demelie. Apo kupton për shembull ti ke shku
ku shku njërk, unë dosh me këshyrë rrugën, ku ko me shku, qa ko me bot ashtë, futës e lena aty navigacionin edhe ti faktikisht për demelon vehtën, nuk po jap truni të ushqim. Se truni ushqim me informat. Edhe kur të merë ti informatën pa pik, pa pajtë mundimi, demelovesh pak. Hajtë se e krynaj. E gatshme. E gjenarata shqyqyr që s'keni pas që probleme, po me dhe që keni problem pak, sepse keni rrjetet socialit cilat ju kanë mundësu dhe gjithë kush me u kyq, me thonë gjithë shka, me menu gjithë shka, edhe nuk denohet kërkush për budall. Do me thonë për informata të reshme, për gjithë shka. Nuk kërkush denohet, dhe a i vazhdojnë prak njët, me dhe që e ka mira, për kupton, problemi është qaj. Se s'ka gjyq, në rrjetet socialit s'ka një gjyq. Vesh kur e të prënë, për shamë mujnë me të shkut për i disa rrjetet socialit që se i ofendus në baza nacionale, racizëm e gjana tjera. Për dryshe është pak problem. Po jo sot, sa i përcjellni, sa e një aktiv në përgjithësi me rrjetet sociale. Të marë parasysh që famën kër e keni kriju, nuk ka pas për thuaj se asë një rrjet social, nuk ka qenë baza juaj ndërshta për promovem apo për marketing në atë ko. Kërrit që a kem posë kënë telefoni shpjet, a e vonë kur ka orë telefoni shpjet, asë internet, asë kur gja. Por me marë një informat, me shku dhe në pej, u dash me hypë kjerët me shku dhe në pej. A i në pej mësë me posë telefon, fillim për shemull, të e konë shumë, o konë jeta pak ma, u dash me idhon vetit ma shumë kohë, ta shti krynë punë cilat mrena ditës s'kishe mujtë me kry, këtu i krynë për 5 minuta. Kjo është ona mirë pozitive në që se këshyrim këtë zhvillimin global që është bonë për mes informatis. Edhe që ajo është pasunia juve, po kur qysh zbërë me të relaksuaj, me thonë që adin është mirë me, prapë thëmë, është mirë me gropu ma shumë për gjanat elementarit jetës, se informata, kush e ka informatën e ka dhe botë ndorë, do me thonë ata që e kanë bëjë internetin, për qëta në kanë mashtru. Po nëse ndalimi në aspektin e muzikës, edhe sot e dim që sa shpejt është ndërta që të kryohet një këngë, dhe ju keni kalu krejt ato periuda, edhe në inqizimet më të fështira, ndërta kur... Unë për shambull, tu duna me marrë shambull Sabri Fizlani, cili është i pak krahasupshëm në krahasim me moshën që është tashtë, dhe koha kur ka qenë festivalet, kur ka në orkestri madhë dhe ti këndu live, nuk ka pas... Besa edhe në studio ke shku komplet me orkestrën, ke kënu live. Edhe nëse një antar ka gabu, krejt është dash më këty prej fillimit. Prej një dhe në koncentrimit o dash me qenë, si do mos i këngëtarit, se vokali me gjithat është, nuk është tel. është tel, po është tel prej emocionit e prej shumë sanave që nuk mujna, edhe nështë edhe s'kem nevoj mi spjegu. Edhe kur dosh me shku me bo një kongë, tasht iTunes i bon mundësit, me thonë, s'po di kush dënë më me shku me kënu. Veç problemi është që ka thonë e shqiptarit i madhë Kafka, ka thonë se kom ditë që është bota me ka shumë mas, ka unë kom shku me ftyrë të emën. Edhe e ka mënu që është masin bafë. Po du me thonë që kur futesh edhe sheh sa disa po mjen keq që duna me thonë, edhe pse rinia do të mës mi besu shumë iTunes. Ma mirë është me gabu pak e mës mi adhonë kërejt mundësis teknikës për me qenë ti këngëtar. Sepse pamja e regulan. Edhe zonin regulan. Po, kur dal me kitë pamje si bukuroshe, si ti dukesh e bukur edhe atje, edhe këtu edhe gjithkon. Po me vo me kënu atje. Që ato ka është të thonë, pasaj po vinë brëmjet muzikore. Ku po mbesim? Edhe masa, me problemi kryesor aty i këshyrin me balafacimet me të vërtetër. Po këtën se unë s'kom thonë, njeriu ka po vetë versimi, unë e këndoj, okej, publiku do të okej, super, hajde, unë, qa po thuti? Edhe kur delat e masë, ki njerës që ka pos në një pjesë muziciantë të ju thëmë hitet limunada, edhe ti ke bohë një kongë edhe ka hecë. Unë e marrë shembull Gangnam Style, në konë hiti maj madhë botë në orë në internet. Një kongë. Ka marru.
Dhe me thonë, ndërtimi i karrierës, për çdo dhe është e këthena të Sabriu ku atje, ndërtimi i karrierës është me faza. Me faza është, sepse ti mrena 10 viteve ndrojnë. Për shembull është në muzikë ka ndodhë, hip-hop e ka shkelë rock'n'rollin, e pa drejt. Po ç'është është. Nuk krahasohet për mu, hip-hopi me rock'n'roll. Po e ka shkelë. Edhe kështu që po janë në rast se nuk kapësh me kohën dhe nuk i shfrytëzon krejt mundësit teknike, po jo rreshët, është me mendimet e orkestrimeve viteve 70-a, nuk t'i glan. Edhe pse është t'u kthy, to kapër që janë të i bo, kove të fundit, marrin kokët e vjetra për arsye se po mendoj që kanë qëtë shumë kanë bo kongë cilat kanë kriju një konfuzitet zdina që me gu njeri. Sa që si cilit donë, po mërë që do më halë me pas këngëtare. Si më dush asenat mi u mojtë me. Qëtë shumë ka. I përmend edhe këto coverat edhe këto ripërpunimet në përgjithësi të këngëve që po bëhen sot, ke pas rastin me ndëgjum, ndonjë çfarë mendime ke në përgjithësi? Ka ndoshta që ja humbin ndonjëherë atë vlerën që mendoni që mundet me pas një këngë më e vjetër? Shumë pyetje e mirë, është shumë e rëndësi në rast që dënë me pru një cover të ri. Të pakten, dush me qenë në nivelin ku ka qenë konga, cili do këngëtar që ka këndu? Në nivelin që ka bo këngëtari, kompozitori, se këngëtar zbëjnë konkresisht, shumë ma pak, po ose dush me prun qatë nivel, ose mi dhonë diçka ma shumë se aj që ka bo, se nuk është rastisht, për shembull, një kongë e mirë, cila do kongë që o bo, kur ka qenë e këngëtar i cili i ka dhonë emocion tjetër, a i kanë live without you, për shembull, një kongë që është knu para 60 vjeti. Po kur e ka knu Whitney Houston, i ka jap edhe një herë jetë, dhe më e ka rinjallë, kur e bën me shije edhe, po ka dhe si që e dëmtojnë, dhe më thonë, pa pik turpi, unë e s'pëj me e full me emna tash. Kur e kanë guximin ata me dalë, që përshta është kjo problemi që ti ke dalë publikisht, se televizion është tani më i mirë. Kjo është karika këtu, ti e gazetare, unë ka zoj sa di, sa s'di. Problemi është sa ti me komuniku me njerëz dhe me publikun, e me rajtë s'ka. Ka pletë rajnë sa që në komunikim e rajnë vetë. Sidomos do këngëtar të ri, gjeneratat e reja, flasim për diçka, stilën si Hollywood në jem shumë të vogël. Shumë të vogël jem. Së di, mrena ditës, New York, New Jersey kalojnë qash njerëz në 3-4 ura aty, dhe është pak problem me u sjell në mënyrë tillë. Shumë problem. Po, me gjithat të thëmë prapë është publiku është ai gjykaci i cili të qërë, qarë të thonë kë? Mos e afut katë që i thonë Shqipëri. Ardin është, problemi është që ai e ka marrë guximin me dalë me folë për muzikë, për tjerë. Shumë problem kjo punë. Po, se cili ka për gjithë citë, dhe me thonë. Po, çka ka mujtë me ndiku në këtë pjesë, ndoshta që edhe konkurenca të gjërat të reja, apo edhe kjo krejt teknika që ta mundësia që teknika japë. Po dhe, problemi është që mundësit teknike japin çdo kujt mundësi me u bë këngëtar. Ti je bukuroshe, kjo është prej natyrës. S'mundesh mu bë bukuroshe. Po bërë, po, ama e pedim që po bërë. Dhe më dhona, po vlasim diçka bio-naturale. Në kipota shkrejt po ikin në ushqimin bio-integral, nuk ka mu fry me këfasat që kemi pas në këtë njerë. Nuk ka mu fry ashtë. Dhe më dhona, çdo sen ka mu këthy, ose ka mu shkatru bota, ose ka mu këthy, duhet mu këthy në normale. Se kemik jashtë, njeriu ka dalë jashtë vetës. Me kretë është problemi teknika. Teknika ju ka japë mundësi, edhe pak, mësë me konë shofer, për shembull, tash kjerët e reja, s'ke ojve vëzit, ka kriju snobizëm, ka kriju plot sene ja ke japë jetën teknikës, zhvillimeve,
informatat, kreti i ketë, shka dënë, për shka dush, dhe me thonë që si ti edhe si e kuzhinjeri mirë, futesh ka kanalet në për YouTube, edhe bosh edhe kuzhinjeri dhëshëm. Apo kupton të më thonë, ka qka s'ka. Mirë po, kur s'ka me mujtë teknika, as informata me mujtë emocionin që e merë, që ka që do njeri me vetën, pa morë parasysh në qëfar profesioni. Këtë është problemit e mrëndësia jote. Qa kiti mrena? Kur ki diçka me dhonë, e din me plasu, ajo është sukur trektari mirë. Din me të shit edhe hudra të këshia. A din është aftësi. Pse nuk po mundem me teknikën pra me shfrytzu për gjëra të mira, të themi. E dim që shumë hite të juaja të pavdekshme, të themi, dëgjohen edhe për gjeneratave para meje, edhe gjenerata ime, edhe generatat pas meje, po sot pse nuk po munden me kriju këngë të tilla? Është tregu më i shpejt, apo cili mund të jetë ai problemi? Jeta është, në qener ka thonë, kjo jetë është fast food. Për shembull që se ka marrë Iliri, Gjevdet Gashi, Fatmir Muja, kompozitorët, emra kom produksioni, ata kur e kanë marrë një këngë, me e bo, kompozitori kur e merë këngëtarin edhe përpara ka marrë këngën, e ka marrë tekstin, e ka paramëndu këngëtarin, mundësit vokale edhe asi. Tash ti shkon futesh studio, pa tekst, pa kur gjësh, hajtë më stani se prejo në masane e ndreqe, krejti. Edhe që kjo ka shpejtësu, e kjo shpejtësia, ja ka rrit menin dhe breshkës. Tash edhe breshka menon që mund me jetë shpejt si lepri, po s'hecë. E kjo që kjo është ajo, domethënë, kur ti i dorëzosh teknikës, këta e ndorëzu. Aty që shkon kompozitori përpara, u shkru aranzhmani, teksti është verifiku. Kanë kalu në për disa faza dhe tekste. Absolutisht, ju ki pas në radiotizionin i Prishtinës, i ki pas akademik të cilë kanë kontrolu tekste. Shkrimtarët më atë majtë janë përkthy në melodi. Të shti kur kush nuk din që ka bëhet. Pa mënej, na jemi metë nështë tani, së di, a e në shumë, në krejtë Kosovën, cilët akoma besojnë që duhet me pas kompozitori për gjëtësin për këngëtari, se s'mosh me kompun një si për mu, si për Sabrion. Edhe pse na jemi ndikun shumë njëjtë, krejtë na krasojnë gjyqysh i kemë si, edhe si mitësia, si qka, por nuk jem njëjtë. Po jem njëjtë në diçka. Me gjithat, nuk lejoj me mpru të rifar teksti, aty e të rifar kongë dhe gjithë shka. Po, sepse, me gjithat, konga e mirë ka porosi patriotike, ka sociale, ka të dashnisë. Ndër ka, jenë dhe thonë, që ka kongë të mira Shqip, e që i kanë ka 200 vjetë për shamull, edhe ti thu, pse s'ka mo që ashtu? Sepse ti s'ki vakt me menu se kuraj që ka menu që ashtu. Se ti shkon prej mëngjesit i kry 1 milion punë, cilat s'ke mujtë mi kry, për para. U dasht mi u marrë me një kongë, një mujdet, me albumu do është 3-4 mujë një album. Është dhe bërë me në natës dhe bërë në albumin. Albumin, për arsye se i dërzosh teknikës. E demelia, këtu e problemi, që ti i beson krejt teknikës. A i ta qetë, po, ta qetë pa shpirt, që të problemi. Po, edhe sot, këto mbrëmjet muzikore, sidomos për shembull në kafiterit tona në Kosovë, gjitha këngë që këndohen edhe prej këngëtarëve më të rinj tash të muzikës live, janë këngët e juaja dhe disa këngë të vjetra tjera shqipe. Rallëherë, ndoshta shtohet ndonjë këngë e re zbavica aty këto. Është shumë e vërtet, për arsye se nuk po mujnë me kriju, këtë është problemi. Apo kupton ti, nuk është vetëm na problemi. Edhe në muzikë anglisht, për shembull, edhe në hitet botnore, shumë problem është. Disa gërshetime janë bërë, për shembull, muzikës, perëndimore me lidhjes të mesme. Ka këngë cilat kanë fut orient, me fut angles të orient, për shembull, është e çuditshme para mirë, po çajo lëvizja, çajo topa ku ka lëviz muzika, edhe ki plot këngë cilat Stingu për shembull me të kënimin si Ozan që është. E ka bo hit botnor, kur kanë gërshetu. Po jo krejtë rrët mirë. Të është problemi që aty që ata mjeshtri, që i thojnë mjeshtri, Shqipëria që i thojnë mjeshtri, kur e kryon një gërshetim, si kur të duetit. A dhe sa shtirë është mja qëllu duetit, për shembull.
s'ka ma vështirë. Se janë 2 këngëtarë, 2 shpirta, 2 emocione, 2 vokale. Krejt ata duhet me që thojnë klik me rahat për me bo. Se shumë problem. Sot po shohim edhe shumë gërshetime, duete dhe të zhanreve të ndryshme. Ajo është frika e karierës. Si të mos një pop kanë qenë, nuk e dijen boka 2-13 kanë herë. Po këtëm për me bo duete. Dhe nështë po mirë keq që nashta, une po keq kuptona kanë herë kërë po se s'po kuptojnë. Se s'kam kur gjë kundra tyne asi. Mirë po nuk, më marrë në qëmun inteligencë nuk lejaj. Nuk mundesh. S'du. Unë thamë që qështu nuk ashtë. Da e dim, hip-hopi është rebelim i zezakve në Amerikë, cilët kanë bërë revolucion për të do. Po kanë pas porësin. Këti këtu, ki hip-hop më zonë më keq. Turpi botës është ata, po kuptën. Dërsa atër në Amerikë është bo me proces që kanë ndiku në hjekën e racizmit, për shemë. Nëse ordi kur e ka porësin qënë luft, kur e keni kongën marshin e UÇK-s, s'ka pas shpirt shqiptari që si shku në luft në qatë moment. Pikrish për qato dhe kanë shku njerës, me atë kongën në shku dhe në luft. Arti kur e krynë të vetën është i paprekshëm, është dhënë tipe i Zotit, kur e krynë punën e vetë arti. Për shkak që e përmendëm edhe hip-hopin të reguat për tekstet në atë kohë që kanë kalu në për disa verifikime, në për... Po sot, sa... Për shka këndohet? Sa me vesi njoni tjetëri, që për të mërmeni, ashtë mirë, që ka fata grahe. O kry. Vërës një aprovim shkurtë. Po. Mas ne është rima ajo, që s'ka lidhje, që ka po thu, me rimi janë marë popujt primitiv, thënë. Letërsia thëtë që ashtë jonë. Edhe ta është një menojnë që po e marim një rime edhe u bo kry. Këtë është problemi porësia. Edhe prallat jenë suksesme kur e kanë fillimin, pedin prallën, kur ka vrapu Breshka me Lepërin. Breshka ka fitu. Po këtë bota e kanë të njëjtën prallë, se ka porësin. Nuk komoditeti, aty shkret është problemi komoditeti, se Lepëri ka nga vyte u shku, edhe u konë komod, ka ra, ka flajt, po Breshka ka artë katole, po ka kalu. Kjo është porësia, dhe më thonë nërë do të mi pas porësi, gjithë dhe jo për t'ja fusim këtë, apo kuptonë. Ma se kanë edhe televizionet, dhe në kuptoj minutajët, kajtë pak me ju krejtu, pak me kritiku, pak. Po e me futë edhe gjithë s'ka, valoj ma mirë është me lëshuna e film ka njerë, se me ngu do sene ka njerë është pak problem. Pak problem me i këthy njerës në realitet. Kjo e kam një shaks, për mene, gjithë vetë, a jem do pësu, mësëm vetë mu këshyre peshorën. Që më vetë mu, a jem do pësu te. Hyp në peshore, të kalëson që ka qila ki, mas një ove sa kur dush, peshore është peshore, numrat janë numër. Këtu asë numrat slojnë, asë pamjen, asë gjithë shka kritikan, pamjen të orë me ka problema hyp. A do pësu, asë do pësu. A ke vlejt, asë ke vlejt, apo kupton? Nuk një shumë problematikë. Për shkak që i përmendët edhe numrat, kjo pjesa e viewsave, klikimeve në rrjetet sociale përmendët që jemi një popull mjaft i vogël, ndonjëherë shohim edhe numrin e klikimeve në YouTube apo edhe në rrjetet tjera sociale. Po e marrë një shembull është kjo si kur në boks, si sport. Me bo me të thonë shoqënia që ti e bokser. Po prapë është lidhët peshorja me bo. E thojnë, qëre ti i kategorisë tronë. E ti shkon futësh në kategori tronë pa u matë. Peshorja, e ty delej 2 metra atje, kur të shesin ty në peshore, i ki 60 kila ti the humbe. Si kjo është ajo që ti për beson në rrënës tone. A për këton klikimet, më kanë ofru njerës në këse momente me rritë, që ka me rritë? Kujtë me rritë? Edhe del atje kinez indian që e dolin atje, se nuk mirar me këto punë shumë, nuk ka shetë. Në që ata që mdojnë, më mdojnë, nuk ka... Julia Roberts e ka thonë një sen shumë të mirë. Tha jam shumë e në zonën të marrë me njerës që mdojnë, s'kom kohë për ta që se mdojnë. Kështu që kjo është qajo, shumë e mirë. është thonje me shumë e fjellë. Edhe kështu këto klikimet mi apo kjo është, edhe pa pikë marrë e doli. Lavdojnë me hajni, kjo është hajni. Edhe me shku me pyta, thonë, më falë, qito, 1 miliard kinez, edhe 1 miliard indian, gjysa e botës.
Po kupton, na jem qingojnë muzika 500.000 ashta. A dhe numrat janë, që ato këtë është tjetër është numër, tek ma vrome. Numër edhe pesh, s'ki tjetër, kur gjithë tjetër. Po, ajo njerëzit, ka njerëz të tillë që kanë vetë knatësi. Vetë knatësi, atëre... Imaginatën e vetë knatësi s'ka zëtë që ta nalë. Se si kanë zë kërkujnë. Pesh knaqësh vetë. Po kemi raste me i vërtetu prap krejt këto pika. I kemi mbrëmet muzikore, ahengjet të ndryshme, koncertet. Ndërsa aty pastaj po mujmi me i vrejt, më mirë këto klikimet themi. Absolutisht, këto është problemi, për shembull, një ndër tash është shumë mirë ylli është i mrekullueshëm, ylli Limani, i cili e ka kuptuar që nuk bën çashtu, që është përmenojnë do tjerë. Duhet çështu. Duhet me bë orkestër, duhet me bë këngë, duhet me bë këngë që mundesh me iknu, jo prap mi u dorëzu teknikës atje. Po ti ki aftësit vokale njëru, shkën të një profesor jamat, qika që mundesh, qika që ki zonin. Sigur qelsat e shpis, se qelsi i shpis dhe qelsin e derës domës. Apo, matematikë e thjeshtë, dhe më slip mu bo diçka që si e. Edhe kjo, qëtu pe bojnë confused me vetë e kanë problem. Se i besojnë që ato që i përthojnë besojnë vetë. Ndërsa, jeta është du të mi prejkë qanat. Dëshira dhe mundësia e në dy gjona, në rrasë se kupton këto njëtë, në gjdo lamit jetës, dëshira edhe mundësia. Dëshira Supermanit, ju ka plëcuar që film, a i fluturan film, nuk e se kom pati kush që ka flutuar në tokë. Po, jo e keni marrë kështu në përgjithësi, ndërsa nëse këthejme pas në kohë e keni marrë kështu të themi shtruar këtë pjesën e karierës? Të nuk e keni mendu ndërsa vetën të themi pas 10 viteve, 15 viteve, si do tjetë? Jo, investimet për me qenë unikat, kuptimin e mirë fjallës, jo me shqitmen. Po, kur ti ndohesh për tjertë, për shembull, pra po foli për Sabrinë se për tjertë nuk e kem edhe, apo kupton. Po, kur e ki, ose Afrimi, ose Nusreti, ose Dzeni, Dani, ata kanë kriju diçka që është në ngjyra e zonit, e vetja, unikate. Ti ki do këngëtarë se din, që që ka e më nësë bjanin, në këndim, nuk len kur farë sheje. Edhe, në momenti që dikush mundohet me kënu si Sinoni, si përmenit e emni atina, prap mu këthë, që pa i kreka qaj si Sinoni. A këton nuk ka investu mu ndërtu vetë. Këtu është në gjdo lami tjetës është, me gjithat na kem numrin e komës, teshat numri është joti. Edhe që aty du të me unda, dimin. E këta kopja shumë e keqë, në gjdo lami. Dhe nështë, a dhe ti që për shembull janë disa televizione edhe në gjyrat e zonit mundohen mu kopju. Si vrekrit njerëz ato, po edhe aty ka, më përflasë për BBC, se e këshyri, kom qef me këshyrat, anglesë janë babalartë e politikës, kush e di, se di. Edhe aty i merr lajmet e sakta. Dhe më thonë, edhe aty i shoh të disa tendenca, mënyrat folunit, melodia të folit, tonaliteti, kritë jenë të marume e emiton. Po mirë, aty është lehtësi se më në veçme gjyrë, ndërsa me punë, ki gazetarit informatikës, ki të luftës, ki aty janë të një mas një gërshetimit ndryshme. Kështu që përdu me thonë, për me u bo unikat, do shme konë unikatel. Për me bo unikat është qaj investimin vetën, me pas shokë që së të rajnë e shokë që së të rajnë. Keni pas njerës të tillë afer në karrierë? Absolutisht që shjo. Me kompozitor që kam punu, do shna pa tjetër me përmen Naim Krasniqin, Gjevdet Gashin, Ilir Beranin, Arli Qailin, Fatmir Mujen, dhe me njerë që kemi suksese. Sepse na në gjihemi dhe thujmë, që kja bëm për ty, për shamë shumë Fatmir Mujen dhe sinqe që kja për ty zbën. Apo këtan ajo është një lehtësim i madhë se po të largon për i t'i shkapë, se për shemë, disa problem është kur është gjatë karriera. Dikur t'hupin as më vesh nuk din, se është gjatë. Për shemë, së menoj për vesh, menoj për muzikë, tash me gjithë një kongë të mirë. Së është problem. Problem është me dalë me diçka të re, se qatë shumë është
kazani i madhë, dhe kanë shti gjithë shka, e s'dijet adër supa që atë nuk... Shumë problem. Problem në tëtë për me mbajt ende. Ju e keni bo duke mbajt vetën unik në punën tuaj edhe në zhanrit tuaj. Ka qenë kjo pika kryesore ndërshta që ju ka mbajt, me ndoni që ka qenë... Edhe me ndimin e tjerve, edhe me ndimin e tjerve. Për një me nuk është problemi që të s'dojnë më bot meqen, po gjatë, kur të vjen një melodi ashtu e zbraz me një piano dhe teksti, shemull unë e kom shtirë me... Na kem kongë, se gjithmonë përharëm kompozitorët. Kem kongë të bukura që për dashuni, kem kongë të bukura për shambull, për mu është Kthehurini ose Shtëpia e babës, kongë që 23 për Gërbet, kongë që ti s'ke qenë e lidhën heq. Po, prap, i dim, prap edhe ne në ratat e reja. Po kuptan, dhe të thonë, aty është, qaj e gjatësin ja ka thonë, koha ja ka thonë jetë gjatësin për shkak se ajo konë sinqerisht nuk u konë për gutë kërë gjë e bome aty u nalë, aty u dashtë edhe ka gabime plus, u konë edhe kohë tjetër, edhe aty ki gabime në këndim, ki gabime në drejtë shkrim, ka plot gabime, po ka qenë kohë pa kohë. Po janë kriju matë mira kongë, qatër janë kriju matë mira kongë, zdizë do shta si popull funksionojnë veç kër e kemë zërë, A di bëhëm bashkë kër jemë zërë. Edhe që ty po më do këtë ka hupë që ajo dëshira munal, ose kompozitorët e mirë nuk kanë dëshira dhe s'po dojnë mu përzi me qëta që janë përgutë. Dhe një kohë janë është një qysh ta qujmë, o stratë, s'po di që kam i thonë. është një pjesë ku janë përgut në këtë punë. Në janë hiq si interesant që po bëhet. Hiq. Në në mendoj prapë, po tëmë gjdo gjohë e ka tërgimin e vetë. Po se boni një tërgim, mrena një kongës, problem është. E teksti është shpirti i kongës. Se teksti i mirë i ndihmon kompozitorit shumë. Që së është teksti i mirë atër kompozitorive që është i gatshëm notat me u shkri, teksti i mirë shkrijet shumë mirë notat mira. Ka pasëm do një tekst ta mangë kështu bazuar në ngjarje të vërtet, themi, prej këngëve t'juaja? Jo krejt, po krejt mrapsh është jeta, unë menoj që jeta e krejt njerëzve e showbizit është qashtu për arsye të orarit punës, po është një tekst i mrekullueshëm, është një këngë e mrekullueshme ku jo krejt teksti ndërman, po. Thonë se nuk jetohet nga dashuria, po nuk jetohet as pa dashuri, kjo s'është individ. Po kjo është global, apo? Krejt mrapsht po më zhunjeta. Dhe më thonë edhe kjo është njëri, edhe në drimë t'ikur që punon në drimë të naltës, roj e ka keq. Dhe është në këtë aspekt që fse eshe, ka. Mund është gjithë ka me... Po, ka, ty, për shamë dhe kemë, familja e më ngërbet krejt, nona e me ngrata dhe ke kur s'ka mujtë mi ullë thmit një tërves për bajram, që i thojnë. Edhe nuk ngërbetit ka, jënë pjesë tonat. Ka Kthehurini është periuda kër kemi bo kongën me Naimin, është periuda kër konë shpërgullja shumë e madhe, koha maj keqe e mundshme e jona, kur s'kem dit, as kam jamajt. Kështu që ato janë pjesë, ka pjesë tjetës, thuja që gjithë. Për që tave që drojnë të këma mama, se ti njeriu e gjenë vetën dikun në një kongë, një pjesë, jo krejt dështë. Po këtën se, asë mëjnë me, dashuria ka jam një matë mirë në botë, dashuria o zoti, po kur te në gjarit e ndryshme, pyrë po dashuria ka nëmni. E të arsit cili merë absorbën ato që i konverën gjatë një tekst. E qenë vetën dikon, se qenë, nëse vish fillova kështu me i pa tekstet. Me qirë, po. Po më dali kështu ta manë. Gjithmonë ka, gjithmonë. E përmende që për krejt të viti, përveç krejt atyre njerëzve që i keni pas afër mbështetje, pa tjetër që edhe publiku ju ka dashur gjithmonë shumë. Ju ka ftu gjithmonë në çdo aheng, në çdo mbrëmje. Absolutisht, ata janë, nësë jem pa ata kur gjatë e këma mroma, nuk... Edhe në dy gjona nuk ka me të ngjafshëm, atin. Në sport edhe muzik, mund me pas vlla, djalë, motër,
su në fut, su në shti me lujt në basketbol ajsis, për shembull Ferit Zekolli, përmeri majtë. Atë nuk me konë, dhe mos dëshme me konë djali basketbolist. Tash për këngëtar s'po flasim, përveç Ermali që i ka vërtetu, të atjerë s'po di qka është puna, se nuk kam edhe shumë qasje, nuk di qka ndodhë. Po, është pak problem. Nuk është, që se ke kuptu që këtu merit, në këtë punë, sepse kur të këqyri këta thojnë ta kanë pore, se cili kishë bo fmite dhe ta i dilë që atje kënoa, dilë nga e. Që thojnë po dihem nga ma shtëpi. I përmendët edhe financat, sa komentohet kjo pjesa ndoshta e çmimeve për një aheng familjar, pastaj kjo pjesa e taksave që përmendët edhe në fillim e përshëndetët. Po, atë këtë po. Jo, se kanë qenë shumë korrekt me mund, në këtë kuptim për flasë. Edhe gjykata atë këtë kanë qenë shumë korrekt, në kuptimin e ata krymë punën e vetë, edhe unë temën. Edhe këtu ka, a di që është e, njerëzit, disa këngëtar, kur e plasojnë vetën me gjanat, për mu gjanat sekundare janë, kerri, dreqit, birin. Për mu kerri do të me marrë për dugagjinit me mësu të shpia. Qatë detyre ka. Me mujtë për më konë pak ma i madhë, ma mirë është për shkak levizeve të maja. Po ju kushtojnë qatë shumë rëndësi gjanat dytësore. Sa që asaj kryesore, me pas shku do qika, të ne profesori i këndimit, sa parit i ka thonë bëtëks. Ishin bale me të këngëtare. Besamni, qëto është problemi. Këtë është që këtu nuk kanë ndryshe punë e madhe, shumë punë e madhe. E mas nej kanë fillu mi rritë shmimet, mas nej kanë kriju dhe konfizitet. Ka njerë me bëmi një do shmimet ti thu, nuk jenë në Kosovën 1,6 milion, as 2 milion si jem. E jem 800.000 kanë këta, gati krejt kënoj. Edhe ta është i fusin atë i frynë shmimet, as të një thujnë këngëtarja, pa u verifiku edhe kjo. I qesin, dytësore t'i jepin shumë rëndësi. Dhe më thonë edhe, nuk është nivelli njëtë. A në dikush që ka najtë 40 vjetë në skenë, aty s'ka, nuk ka ma që shpja bojmë. A ju kryo e punë. Njerës të meqëm, kërë kanë vetë, da, pse ka shtrejtë? 40 vjetë këmë punu për qitë punë. Qa është investimin vetën? Bill Gates, shamull. Ka do pse ka shtrejtë? 5 minuta tutë. 20 vjetë këmë punu për ta 5 minuta. Dhe kjo është qaj është. E të është ta dalin me do qmime marramensër. Po, unë nuk di. E di që në për këto... Po, si qarkullojnë. Qarkullojnë e për do gazetën, e për do qapo dion, i qesin atje, i qesin grada vehtës dhe i qesin edhe shmipet vehtës. Unë e beseve që të që kom qef. Një që kom qef. Gjithmonë dëshirën edhe mundësit janë dy gjana. Po, që shkeni mujtë për krejt qëto vite me mbajt këtë energjin e mirë me qenë, pranë publikut, prap me qenë shumë aktiv me tjetën energji, me të njëjtën ashtë që dëshirën gjithmonë me ju pa publiko. A di pse? Se kur të fillon me knuti i ki që ta njerëz për para. Edhe veç aj që s'dënë. Se ti e shajën të knoqë që ata njerëz e jo. A jetu i maltretu, api mundën. Mirë po. Unë e kur njëtën temë se marrë mikrofonin me knu që se nuk knoqën edhe vetë. E publiko është qaj që e din atë punë edhe ta respektan. E qaj është dashunia që lidhët, është kontrat mes një artistit emocional edhe publikut. Edhe publiku mund me të këshyrë që shto 3 minuta dora edhe, për kalu 3 minuta. Shkove ti me playbacka dreqit birin anë këteja. Po këtën edhe kjo është që ajo është kontrat që nuk shkruat kërkun, po e kini farë lidhje. Një lidhje cila të... Sepse kjo është sigur kur te një leje kalim. Për shembull në çdo 3 vjet kem bë kong. Edhe çdo 3 vjet e kam marr leje kalimin. Ti vazhdon.
Dikush tjetër ka pas dështim, s'ka dështu. Kom pas edhe në kongë të këshia që me ne që janë të mira, po publika tha, së është e mirë, mësë merë ma shumë netë, mësë mëna me drejtu diçka që s'drejtohet. Publiku është aj e cili e ka para gjykimin e. Besoj që tash këtë sezon e verës, a kemi ahengje mjaftueshëm? Po, lëvizje, po. Martohen, shqyqyr që martohen, se natalitetin e ka rohë. Edhe, po më dhej që është tu bo, është një farsite. është tu bo një farsite, sepse ka zgjat bajgi kjo kohë e recitimeve, këndimeve, në 2 takte, në 2 nota, shkën 5 minuta konga, 2 takte, qa po di. Edhe kanë, po qës, është koha për ndryshime. është koha për ndryshime edhe nuk e di qka duhet, dikush me siguri ka me ja qëllu, se është mirë, na jem si deret, e ke po, duhet një për me udhëheqë dhe shkojnë krejt për mas. Kush po e thënë ato? Po, kush po e thënë. Mund me konë une, mund me konë dikush tjetër, ma i ri. Kësha pas qef shumë ma i ri. Ylli Limani ju ka ndimu të rive shumë, me dasht me qenë punëtore dhe me punu, urna. Shtu që gjithë, adine, unë e peni, që është koha do të me ndru diqka. Nderum, ishte shumë kënaqësimi pas në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën e ju paqim edhe shumë vite në skenë. Faleminderit shumë edhe s'kiri më përcjell se përmen që di duha gjinë. Faleminderit Faleminderit shumë. Ke shumë kënaqësi.